Dje në Tetov, zyrtarët policor kanë privuar nga liria një 32 vjeçar nga Tetova për shkak të dyshimit të bazuar se me kërcënim me thik ka tentuar të kryej veprën penale grabitje, po atë ditë në orën 11:05 minuta në një kazino në Tetov. Tek personi është kryer edhe bastisje, ndërsa pas kryerjes së alkool testit tek ai është konstatuar prania e 2,49 promil alkool në gjak. Ai është mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do dorëzohet para shtresë përkatëse. Dje në ora 15:30 minuta në Gostivar, zyrtar policor nga stacioni policor i Gostivarit kanë privuar nga liria një 42 vjeçar nga Gostivari pas një denoncimi paraprak se në shtëpinë familjare ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij 38 vjeçare. Dje në ora 15:20 minuta në fshatin Forin të Gostivarit, zyrtar policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 38 vjeçar dhe një 43 vjeçar, të dy nga fshati Semenisht, komuna e Sarajit. Gjatë kontrollit të automjetit të udhëtarëve golf me targa të Shkupit, në të cilin ndodheshin persona, të zgjetur një qese me lëndë pluhur me ngjyrë të bardhë. Automjeti është konfiskuar, ndërsa pas dokumentimit të rastit, ndaj tyre do të ngrihet para shtresë përkatëse. Dje në Tetov, zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 61 vjeçare nga një fshat i Tetovës, duke vepruar pas denoncimit nga një vajzë 20 vjeçare nga Tetova se në periudhën e kaluar e ka ngacmuar seksualisht. Ajo është mbajtur në stacionin policor. Dje në ora 21:20 minuta në vendbanimin Hanet e Mavrovës, zyrtar policor nga reparti policor i Mavrovës kanë arrestuar një 48 vjeçar nga fshati Novak, komuna e qendrës Zhup, i cili drejtonte një automjet transportues ngarkesë Kason me targa të Delqevës, pasi është sjellë në mënyrë agresive dhe ka fyer zyrtarët policor që po kryenin veprime zyrtare. Dje në ora 23, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një person nga një fshat i Tetovës, duke vepruar pas një denoncimi paraprak se në shtëpinë familjare ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij dhe baban e saj.